Ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani, ka tërhequr vëmendjen e publikut pas një deklarate të fortë të bërë në natën prime, pak para se të eliminohej nga gara. Ajo u shpreh se kishte marrë vendimin për të mbuluar me shami sipas rregullave të fesë islame, një vendim që ngjalli interes dhe reagime të shumta. Së fundmi, përmes një postimi Insta Story, Alba ka vendosur të sqarojë më gjerë ndjesitë e saj dhe rrugëtimin shpirtëror që po kalon, duke theksuar se ky është një vendim shumë personal dhe me peshë të madhe. Në reagimin e saj, Alba thekson se feja ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së saj, pasi është rritur në një mjedis besimtar. Të rritesh në një familje të përkushtuar ndaj fesë islame dhe ta ndjesh vetë si bindje personale vendosjen e shamis është një hap i madh, shkruan ajo. Ajo ka vlerësuar në jetin qëllimin e pastër që i lindi gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, duke e konsideruar këtë dëshirë të zemrës si një dhuradhë. Për të mos e marrë këtë vendim me nxitim ose thjesht për të dukur, ish banorja ka ndarë faktin se është konsultuar me njerëz të ditur të fesë. Ajo shpjegon se ata e kanë këshilluar që ky proces të vijë në mënyrë graduale. Fakti që u këshillova me njerëz që e përfaqësojnë me dinjitet fen dhe ata më sugjeruan hap pas hapi tregon urtësi. Në mbyllje të mesazhit të saj, Alba thekson se për të mbulesa nuk është thjesht një ndryshim i jashtëm estetik, por një proces që kërkon një pjekuri të lartë shpirtërore dhe transformim të brendshëm. Në Islam, përgatitja e brendshme është po aq e rëndësishme sa edhe pamja e jashtme. Shamia nuk është vetëm një mbulesë, por një përgjegjësi shpirtërore, sjellje, durim dhe përkushtim. Me këtë mesazh, Alba duket se u jep fund spekulimeve, duke treguar se deklarata e saj në prime ishte një dëshirë e sinqertë, të cilën ajo po e merr me maturinë dhe seriozitetin e duhur, pa u nxituar në veprime. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.